të medjave edhe të përtej kësaj për ta përcjellur këtë fazë. Kjo, siç e thash, është faza e fundit në cilën palët do të paraqesin pikpamjet e tyre. Është e rëndësishme të theksohet që deklaratat përmbyllëse natyrisht bëhet një rekapitulim i asaj që është diskutuar gjatë gjithë ecurisë së procesit gjyqësor, palët përpiqen dhe do të argumentojnë qasjen pikpamjet e tyre, dhe është po ashtu e rëndësishme dhe relevante me u cek që fokusi me theks veçantë i palës së mbrojtëse, me aq sa kemi pa dhe aq sa e përcaktojnë dispozitat e rregullores, do të jetë kryesisht tek besueshmëria e deklaratave të dëshmitarëve dhe të provave, që në instancën e fundit në bindjen time, me aq sa kemi pa për herë flasim, pala mbrojtëse në këtë prizmë qëndron në bindjen time në avantazh në raport me prokurorinë për dy aspekte. E para, se kemi të bëjmë këtu me dëshmitar cilët natyrisht që kanë qenë relevant, që i bën dëshmitar okular, kanë qenë të kyçur në rrjedha deri në detajet të proceseve, cilat natyrisht janë pjesë e perimetrit të akuzës, dhe për më tepër, po ashtu janë figura jashtëzakonisht të rëndësishme, janë figura shumë kredibile, me reputacion të lartë, që kanë ushtru funksione jashtëzakonisht të rëndësishme, të cilat natyrisht që i bën që pala mbrojtëse të jetë në avantazh në këtë pikpamje, për dallim prej dëshmitarëve me aq sa kemi pa të prokurorisë, të cilët e kanë pranuar në stadiet të caktuara të procedurës se kanë egzageruar çështje vetëm me synim për të përfituar nga fondet të ndryshme, nga programet të ndryshme, jo nga programet të ndryshme, se ka pas edhe mekanizma që i kanë mbështet dhe në instancën e fundit mbas edhe për të përfituar interes material në cilësi të palëve të dëmtume. Pastaj kemi pa po ashtu dëshmitarët cilët me zë dhe figurë kanë thënë më shumë se sa një herë që çështjet të cilat i lexoheshin nga ana e prokurorisë nuk janë ato që i kanë thënë, me sa mbaj mend ka qenë dëshmitare me numër 94, një qytetare e komunitetit serb nga rajoni i Rahovecit, që ka thënë në ato pak seancat publike që kemi pas rast me i pa gjatë procesit gjyqësor kur janë paraqitur dëshmitarët e prokurorisë. Dhe për më tepër, është e rëndësishme po ashtu të theksohet fakti që kemi edhe për sa i përket çështjes së provave, edhe këtu me atë sa kemi pa natyrisht në bindjen time, pala mbrojtëse qëndron bukur mirë, sepse në jo pak raste deklaratat dëshmitë e dëshmitarëve mbështeteshin në numër të konsiderueshëm me raporte të ndryshme të Departamentit Amerikan, me kablograme, gjitha këto të cilët duke qenë si ka kaluar një kohë relativisht të gjatë nga kur ka përfunduar lufta, ato janë deklasifikuar dhe rrjedhimisht janë të qasshme për publikun, për dallim prej prokurorisë, e cila natyrisht që është shërbyer në jo pak raste me prova të marrura nga një shtet cili ka ushtruar veprime gjenocidale, dhunë, terror, jo vetëm në Kosovë, mirë po edhe në Bosnë, çka pranimi i tyre dokumenteve, falja besimit eventual të këtyre provave, natyrisht që do ta kompromitonte detale të mase integritetin e procesit gjyqësor, çka e bën që të jenë në kundërshtim me vetë dispozitat e rregullore së procedurës dhe të provave, sepse në instancën e fundit, kur flitet për papranueshmërinë e provave ose prova të papranueshme, është rregulla 138 paragrafi 2 i kësaj rregulle që e thot qartazi, kur një provë mund të shpallet dhe duhet të shpallet e papranueshme, është pikërisht në rast se është marrë në shkelje të ligjit ose në shpërputhje me të drejtën ndërkombëtare, dhe impakti ose pasojë e saj është ulja e besimit dhe e kredibilitetit të procesit, çka në bindjen time përmbushën këto kushte që këto të shpallen të papranueshme, ose së paku të mos u falet besimi provave të tilla, sepse siç dihet, siç është thënë, fakti që janë pranuar nga ana e autoriteteve të shtetit sërb, natyrisht që a priori dihet qasja që ka pas shteti sërb, madje kemi pa edhe disa raste të cilat janë referuar edhe dokumentet e vetë kësaj gjykate shtetit të Kosovës me terme, me epitete të cilat i drejtohet vetëm shteti sërb. Prandaj, mbi bazën e kësaj, kur vehet në barazpesh qoftë provat edhe dëshmitë e siguruara nga mbrojtja, qoftë dëshmia e dëshmitarëve të
prokurorisë në raport me të mbrojtjes, unë vlerësoj që pala mbrojtës ndonë se ka pas një numër të pak të dëshmitarëve, mirë po që kanë qenë jashtëzakonisht të rëndësishëm, kanë qenë shumë relevant, që kanë bindjen time bën që kjo fundet tjetë bukur shumë në avantazh në raport me prokurorinë.